Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Pandrojmë Allahun azza wa jall, salavat ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e të parëve të deri në ditën e Kiametit. Allahu azza wa jall ka kriju krijesat dhe në mesin e tyre i krija dhe njerëzit dhe i dërgoi të dërguarit, i përzgjodhi dhe i laçë njerëzit i pasojnë ata. Prandaj çdo umet që ka qenë këtë dynja, Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar pejgamber. Dhe këta pejgamber e kanë pasur për obligim që ta përcjellin mesazhin e Allahut, t'i mësojnë njerëzit. Dhe gjithashtu njerëzit e kanë pasur për obligim që t'i pasojnë pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kanë thonë dietarët, min Allahi risale, prej Allahut është mesazhi, pra Allah e ka zbrit shpallin. Prej të dërguarve ka qenë obligim që ta përcjellin mesazhin e Allahut, ndërsa prej njerëzve ka qenë obligim që ta pranojnë dhe të nënshtrohen. Prandaj Allahu çdo kujt ka dërguar pejgamber dhe gjithashtu edhe neve akhir zamanit e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala e la kusht që ta besojmë atë, ai i cili thotë besoj Allahun. Prandaj nuk mundet njeriu me ka besimtar pa dëshmu Muhammedun Rasulullah. Nëse njeri dëshmon dëshminë e parë, la ilaha illa Allah, dhe e ndërprej këtu, atëra i themi se ai është musliman. Dhe kjo është me pajtimin e gjithë dietarëve. S'mundet më ka musliman pa dëshmu Muhammed Rasulullah. Muhammedi është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj për me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë se me krejt aton që ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të me besu. Krejt që ka ardhë me Koran dhe me sunet që na ka mësua, na ka tregu për shkak për të kaluar në për të ardhmen e kështu me radhë, krejt do të me besu. Pastaj ato që ka urdhëruar do të më bind dhe më nënshtru, dhe ato që ka ndalu do të më largu prej saj. Dhe do të me pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa taala s'kalon rrugë tjetër që njeriu e arrin kënaqësinë e tina dhe arrin xhenetin e tij përveç se rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo rrugë tjetër që njeriu pretendon ose mendon që ngritet ose afrohet te Allahu jashtë rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka dështu. Prandaj patjetër do të miron rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të arrin shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut azza wa jall dhe s'ka rrugë tjetër. Prandaj ka thënë Imam Maliki rahimahullah se suneti është sigur se anija e Nuhit alayhi salam. E dini se ai i cili ka hyp në anije kur Nuhi alayhi salam e ka ndërtu me lejen e Allahut, ata që kanë hyp në anije kanë shpëtuar. Ata që s'kan hyp në anije janë shkatruar. Kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili ju përmbahet dhe punon dhe ecë sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai shpëton. Ndërsa ai i cili nuk ecë këtë rrugë, ai do të përmbytet. Do të përmbytet dynja dhe kur dalëm për Allah subhanahu wa taala. Prandaj s'ka rrugë tjetër përveç se rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra me ecë dhe më bind dhe më nënshtru me ato që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Imam Ahmedi rahimahullahu taala, thotë kum lecu mushafin Kur'anin dhe kum gjetë se bindja, nënshtrimi, pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka obliguar në Kur'an e 33 vende. 33 vende Allahu ka urdhëruar. Kjo nuk ka çështje që për shembull nëse dën mirë, nëse zën mirë, po kjo është obligim prej Allahut që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Obligim urdhër. Sigur se kemi obligim me besu Allahun, me besu pejgamberin, kemi obligim edhe me nënshtru dhe me ecë rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dhe Allahu ka urdhëruar që t'i bindemi të dërguarit sallallahu alaihi wasallam më shumë se 30 vende në Kur'an. Pastaj thot, dhe Allahu subhanahu wa taala në nështrimin ndaj tij e ka lidhur me nështrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, për më nështrum ju bind Allahut, patja do të më bind edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa në thënie tjetër thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, thot Allahu azza wa jalla në Kur'an 3 gjona i ka lidhur me 3 tjera. Dhe nuk pranohet e para nëse s'e ka kry dytën. Njëna prej tyre thot, dhe Allahu azza wa jall ka thonë wa atiu Allahu wa atiu Rasul.
bindju Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai I cili bën ndarje, se na piu bindum Allahut, pe besojmë Allahun e kështu me radhë, mirë pa pjesën tjetër, s'piu bindum të dërguarit, atëherë nuk I pranohet as, si pranohet as e para, patjetër me qenë edhe dyta. Pastaj dhe Sheikhul Islam dhe ai I cili Allah azza wa jall na ka treguar në Kur'an, ai I cili e kundërshton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka kundërshtuar edhe Allahun. Pastaj thot dhe gjithashtu Allahu azza wa jall e ka përmend emrin e tij dhe ka përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka përmend ti Allah, e ka përmend edhe emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prandaj Allahu sigurisht se cekom e ka bë kusht prej kushteve që njeriu me hi në Islam dhe me pas besimin e pastërt, la ilaha illallah, pjesa e dytë Muhammed, më përmend Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në namaz, në za, në kamet e kështu me radhë e ka emri Allah dhe emri I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë dhe nuk përmendet Allah përveç se me emrin e Allahut përmendet emri I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, pra ajetet shumëta na obligojnë që ta pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se cekum që kanë thonë dietarët më shumë se 30 vende në Kur'an Allahu ka urdhëruar. Kul atiiu Allaha war rasul, thuajte bindju Allahut dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Nëse refuzojnë, Allahu nuk I don ata që janë kufar. Prandaj kjo është obligim farz dhe kundërshtimi I kësaj njeriu me qenë kufër. Pastaj Allah thot me yuti ar-rasul faqad ata Allah. Ai I cili bindet të dërguarit ju ka bind edhe Allahut. Pra bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bindja ndaj Allahut. Pastaj Allahu azza wa jall e ka lidh që rahmeti I tina, mëshira e tina I ka plan ata të cilët ju bindën Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa atiu Allaha war rasul la'allakum turhamun. Bindju Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mëshiroheni. Allah I mëshiron kan, I mëshiron ata të cilët ecën rrugës e Allah dhe rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah I ka treguar se nuk ka udhëzim përveç se duke ecë rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, dhe nëse ju e pasoni ata, ecni rrugës e tij, jeni të udhëzuar. Pra nëse dojmë udhëzim, atëherë do të kanë me pasu, me ecë rrugës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është fitore e madhe, në ajetin tjetër thot Allahu wa ma yuti illaha wa rasula faqad faza fawzan adhima. Ai I cili ju bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ecë rrugës e tij, ai ka fituar një fitore të madhe. E fitoria e madhe që është Allah ngrin dynja. Dhe gjithashtu është shpërblen në ahiret, thot Allahu wa ma yuti illaha wa rasula yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anharu khalidin fiha. Ai I cili bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu do ta futë ato në xhenet, ku do të jetë përgjithmonë dhe ato ka lumej të cilët rrjedhin, wa dhalika al-fawz al-azim. Dhe kjo është fitore e madhe që secili njeri, secili besimtar do të me pas për qëllim që me arrit fitoren e madhe, fitoria e madhe cila është kur dalim para Allahut subhanahu wa taala dhe kur Allahu robit vetë I thot, kjo është xheneti për ato që ka ke punu në dynja, prandaj urdhër dhe kënaqë me të mirat e Allahut. Kjo është fitore. E secili prej nesh do të me pas për qëllim që me arrit atje. Prandaj shumë prej njerëzve qëllimet që I kanë ata, edhe bojnë çdo gjë për me arrit në jetën e kësaj dynjaje, për dynja. Dërsa ne kemi të qëllime të larta, na përmes dynjas me arrit dhe qëllimi është e për me arrit atje do të me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka tregu se leçi na ka obligu neve si njerëz thjesht me pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po Allahu azza wa jall I ka obligu edhe njerëzit më të ndershëm, më të mirë që kanë qenë sipërfaqen e tokës me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu thon surën Ali Imran, wa idha khadha Allahu mithaqa an-nabiyyin. Dhe kur Allahu e ka marrë besatimin nga të dërguarit, nga pejgamberët. Pejgamberët kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lama ataytukum min kitabi wa hikma. Kjo ka dhënë Allahu librin atyre dhe ja ka dhënë hikmetin, sunetin, ose të kuptuarit e librit e kështu me radhë. Pastaj thot Allahu, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Pastaj ka me ardhur I dërguari, I cili është vërtetuesi asaj që keni qenë ju, për shkak se çdo pejgamber që ka ardhur
e ka vërtetu pejgamberin e mahershëm sa i ka qenë i dërguar dhe kanë qenë të vërtetë. Dhe ata pejgamberët maherët e kanë vërtetu ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shemb. E nëse vjen ai, la tu'minanna bihi wa la tansurunna. Keni me besu ata dhe keni me ndihmu. Prandaj njëri prej komenteve që kanë dhënë dietarën të këtë ajet, ka thonë se Allahu ka marrë besatim prej këtë pejgamberëve. Nëse vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ju jeni gjallë, atëre keni obligim për me pasu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj argument për këtë kemi edhe kur Omeri radiallahu anhu e ka marrë një kopje të Teuratit dhe ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka ndryshuar çeri atij. I ka thënë ja Rasulullah, këtë kopje të Teuratit po ta që vetëm me ditë se që kanë pasur për obligim benu Israelet, që kanë pas halal, që kanë pas haram, e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi law kana Musa hayyan, ka thonë pasha Allahun, Musa alaihi salam më kanë gjallë, i më kish pasu mu dhe kish la Teuratin. Musa më ka gjallë. Prandaj edhe Musa më ka gjallë, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas për obligim që me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu argument është se edhe Isa alaihi salatu wassalam kur vjen në fund prej shajat kiametit, a gjykon dhe punon me Injil, apo gjykon dhe punon me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim se gjykon dhe e adhuron Allahun në bazë të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me ato që ai ka zbrit atij para se më ngrinë në qiell. Prandaj kjo është argument që të gjithë njerëzit kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë pas problem dhe kanë obligim që ta pasojnë, ta besojnë, ta pasojnë dhe të ecin në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka kurzu se ai i cili e don Allahun, pretendon që don Allahun, atëra dashuria për Allahun do të pas argument. Cili është argumenti që ti e don Allahun? Prandaj dietar kanë thonë se shkaku i zbritjes të ajetit ka qenë se disa prej njerëzve ka thonë na dojmë Allahun. Na dojmë Allahun. Dhe Allah azza wa jalla për mi testu dhe mi pa se sa e dojmë Allahun e ka zbrit ka ajet. Çfarë thot Allah? Allah thot kul thuajti o Muhammed, thuaj atyre. Dhe kjo kul thuajti, domethënë se cili njeri më thon tjerëve. Thuajti njerëzve, ata që pretendojnë. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Thuaj nëse doni ju Allahun, nëse po thonë që dojmë Allahun. Cila është shaja që të dënë Allahun? Fattabi'uni. Pasoni mua, kanë me pasu? Me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasoni mua. Ose nëse dënë ju Allahun, pasoni kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E nëse pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëra Allahu thot yuhibbukumullah. Jo Allahu ju dën. Allahu dën. Kur dën Allahu? Kur i dën Allahu robët e tij? Kur ata e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sa më shumë që njëri e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa më shumë është në rrugën e Rasulullahit, aq më shumë e dën Allahu. Dhe sa më larg rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq domethënë dashuria e Allahut largohet prej atij personi. Domethënë kjo është varet prej neve. E pason sa më shumë, atëherë dën Allahu më shumë. Zbehet pasimi jon në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe dashuria ndaj Allahut ndaj nesh, atëherë zbehet. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dhe Allah pasaj thot, Allahu ju dën dhe çka? Allahu ja fal juve gjunahet. Për shkak të pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall ju dën. Gjithashtu Allahu në ajet tjetër i përshkruan disa prej njerëzve në ditën e Kiametit. Kur dalin para Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu yawma yaddu adh-dhalimu ala yadayhi. Dhe njërin ditën e Kiametit disa prej njerëzve do t'i hajnë gishtat ose duart e tyre. I hajnë nga gazepi i madh. Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Thojnë mirë për mu, sikur se ku marr rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pasu ata, mirë për mu. Tu kanë thonë dietarë se ka zbrit për njërin prej moshekëve të Mekës, mirë po, ajeti është i përgjithshëm, edhe pse ka zbrit për një shkak të caktuar, ajeti është deri në Kiamet. Mirë për mu. Qysh se kun pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qysh që jam shkuar rrugës së tij. Kur i sheh domethënë Allahu si shpërblen robët e tij që janë kanë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e sheh ai çka ka hub, dhe kur e sheh ato çka e pret, atëherë domethënë
thët mirë për mu, mi po ky pendim, ky peshnallëk nuk i bën dobi kur gjë, ditën e kiametit. Këtë dunja të bën dobi, mi po kur dalim para Allahut bën dobi, sepse koha është përfundu, ka shku koha, ke pas kohën e caktuar kur me adhuru Allahun e me pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është përfundu koha dhe pastaj njerëzit, ata që kanë pas mend dhe e kanë pasu lëmë për ata. Ata që s'kan dash as me ni mirë për ata. Pastaj Allahu në ajetin tjetër thot: "Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." A dit do të ketë fytyra të nxine, fytyra të bardha dhe të nxine. Pra disa njerëz kanë mi pas fytyrat e bardha, kanë mi ndriçu Allahu. Dhe disa kanë mi pas një fytyrat të zeza, kanë mi nxi Allahu. Edhe në këtë dynja, po edhe kur dalim para Allahut. Ka thonë Ibn Abbasi, kur ka folur për këtë ajet, ka thonë këto është për qëllim fytyrat e bardha janë të atyre të cilët janë pasues pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë ehli sunnet, janë rrugën e Rasulullahit dhe sahabëve. Që ty në Allahu kam ja ndriçu fytyrat, edhe në këtë dynja. E keni pa ata musliman përgjithësi, po janë do pak më, po përgjithësi Allahu ja ka zbukuru fytyrat musliman. Ju bojnë dritë. Dërsa ata të cilët janë larg, Allah azza wa jall me krejt ato çka munduan ata mi zbukuru fytyrat e tyre, ja kanë nxjerr Allah fytyrat. Qofshin gra, qofshin burra, domethënë me krejt shkojnë me mira era, çojnë të mundu mu zbukuru në fund fytyrat e nxine. Po edhe në ditën e kiametit, Allah azza wa jall ja ndriçon ehli sunnetit, pasuesët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja ndriçon fytyrat, ndërsa atyre të cilët ja nxin fytyrat janë ata që e kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj, pasi që e bëm qartë se na do të me shku rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën tonë është kohë e fitness, dhe na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se para kiametit ka me pas trubullina, ka me pas fitne, ka me pas telashe, ka me pas e kështu me radhë. Dhe na ka porosit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për shkak se çdo herë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar për diçka të caktuar, na ka dhënë edhe ilaçin anën tjetër. Ka me ardhur kjo, mi po jo, bëni çështo. Ka me ardhur kjo, prandaj edhe këtë kohë që na sot jetojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar. Para kiametit kanë mushtu fitnet, kanë mushtu vrasjet, kanë mushtu amoraliteti, kanë mushtu pirja alkoolit, kanë mushtu e kështu me radhë deri në fund. Prandaj një hadith që ka nxjerrë Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-ibadatu fil hajri ka hijratin ilay." Adhurimi në hijr ka ardhur kjo shprehje, që në transmetim tjetër të Imam Buhariu, kur e kanë pyetur ja Rasulullah, e çka është kjo shprehje, ka thonë el-qatl, kjo është vrasja, do të shtohen vrasjet. Ai i cili e adhuron Allahun kohën e trazirave, është sikur se me bë hijret te une. Dhe kanë thonë dietarët se hijreti është nga veprat që i dën Allahu, ai i cili bën hijret fi sabilillah. Bën hijret. E hijreti është prej një veni të kufrit me shku një vend të islamit. Kjo është hijret. Veni kufrit, sigur se në atë kohë sahabët janë shpergul prej Mekës në Medinë. Meka ka qenë veni kufrit, Medina ka qenë veni islamit, dhe kanë bën hijret për hir të Allahut. E kanë lënë venin ku janë lindë dhe janë rrit, e kanë lënë pasunin. E shumë prej tyre i kanë lënë edhe të afrin familjarët, edhe janë shku, kanë bën hijret. Prandaj ai i cili largohet prej fitneve dhe merret me adhurim, e ka shpërblimin sikurse ai i cili bën hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadith që kanë thirr ose transmetim tjetër te Imam Ahmedi, ka thënë al-amalu fil hijri, ka thënë vepra. Tu ka ardhur adhurimi, tu ka ardhur vepra e mirë. Në kohën e fitnes, është sikur se me bëhë hijret te une. Transmetim tjetër, Taberani që e kanë thirr te Mu'jam al-Kabir, te al-ibadatu fil fitnati, adhurimi në kohën e fitnes, është sikur se me bëhë hijret te une. Pra këtu hadith, këtu transmetime që po na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kur vijnë trubullinat, kur vijnë fitnet, kur vijnë telashet, kur vijnë problemet, ka thënë dietar për shkak se kur vjen fitna, shumica e njerëzve kanë qef mu merr me to. Kanë qef mu merr. Sigurisht ka thënë Imam Nevavi rahimahullah, se kur vijnë fitnet, njerëzit angazhohen me çka? Preokupohen me fitnet. Çka tha filani?
Çka tha Alani, çu ja kthe ky, çu shumë merr. Dhe në përgjithësi fitnet, kur vin, njerëzit kanë qef me marr erë ka pak. Me kështu çapo ndodh. Nëse nuk ka në safin e parë të fitness, ka qef me kështu për islartit çka po ndodh. Prandaj shpërblimi i madh në këtë kohë që më dhuroi Allahu Azza wa Jalla për shkak se shumica e njerëzve merren me fitnë. Dërsa ka thonë Ibn Rajebi rahimahullahu taala, në kohën e fitness njerëzit i pasojnë epshet e tyre. Në kohën e fitness, kur vjen fitnja, çka ndodh? Një pjesë e madhe e njerëzve pasojnë epshin, egot e tyre, dëshirat e tyre. Prandaj fitnet e vërbrojnë njërin, e qarrojnë. Edhe ai këshyr me çka? Me synin e jo të argumentit, po me synin qysh me të mujtun ty e qysh me mujt ato e kështu me radhë. Sikurse do hapë përjetojmë. Shpeshherë nuk ka për qëllim në debatet që ndodhin. Ata musliman, mos flasim të tjerë, nuk ka qëllim debati që me qitë në shesh një të vërtet. Po është debati me nënçmu njëri tjetrin. Do thonë ty me të mujt, ose ti mu ose ata. Dhe kjo e llogarit e rezultat edhe fitore se e kum poshtru, e kum nënçmu e kështu me radhë. Prandaj debatet e tilla besimtarit do të më ik, për shkak se shumicën e debateve vetëm fitna është për qëllim, nuk është për qëllim sqarimi i të vërtetës. Dhe qitja në shesh e të vërtetës. Dhe pasimi pasaj mi thirr njerëzit me pasu të vërtetën. Po është për qëllim diçka tjetër. Prandaj thotë, dhe njerëzit i pasojnë epshet dhe teket e tyre dhe nuk i pasojnë argumentet që kanë ardhur nga Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj thotë gjendja e tyre i përngjan gjendjes së ignorancës kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjendjes së jahilietit kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë, thot këta i përngjajnë gjendjes së mushrikëve. Dërsa ai i cili largohet prej këtyre fitnave, ruhet dhe merret me adhurim, atëre i përngjan atij i cili ka bëu hijret prej Mekës në Medinë. Ka shku, hijret ka bëu për hir të Allahut subhanahu wa taala, prandaj thotë ka këtë shpërblim të madh sepse njerëzit janë të angazhuar me çka tjetër, ndërsa ti je angazhuar me çka? Je angazhuar me adhurim, je angazhuar me fjalët e Allahut, me mësimin e Kuranit, me mësimin e hadithit, me adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Largohesh prej tyre, nuk merr pjesë ato ku ka fitnë kështu me radhë, e ki këtë shpërblim tek Allah subhanahu wa taala. E këta janë të paktën ata të cilët largohen prej fitnave dhe nuk marrin pjesë. Pakën këta. Shumica, sigurisht e cekum, kanë qef. Dersa Ibn Jauzi rahimahullah thotë dhe kur të vjen fitnja i angazhon zemrat e njerëzve. Zemra merret, ka qef. Edhe pastaj kanë dikon tek zemrat e njerëzve. Fitnja kur dhe njeri merr erë fitness, atëra zemra lëndohet. Prandaj thotë ai i cili adhuron Allahun azza wa jall, thotë kjo tregon se ai është i lidhur me Allahun. Dhe pasën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë ai ka këtë shpërblim kaq të madh, sepse largohet prej atyre që ai ka godit njerëzit dhe merret me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo hadithën gjashme na tregojnë për vlerën që besimtari këtë kohën tonë që jem duke jetu, e që fitnet na kanë godit, lloj fitnesh. Të gjitha thuja se të gjitha llojet e fitnes na kanë godit, besimtarët më merr me çka? Më merr me adhurim. Prandaj shohim njerëzit ata që merren shumë dhe kur ti pyetsh se a din me lexu Kur'an, shumë prej tyre as me lexu s'dim. Mos lasim që ai për shkak me ditë një gjë se 2, 3, 4 deri në fund. Për shkak se kalon fitnja, më merr me leximin e fjalës së Allahut. As arabisht s'dim me lexu. Me lexu Kur'anin që ka zbrit. Jo me lexu Kur'anin në shqip, se Kur'an s'ka shqip, as anglisht, as turqisht. Kur'ani është gjuhën arabe që ka zbrit Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur këtë aspekt e sheh që ka dështu. Për shkak se çka ka kushtu kohën, domethënë ato ku do të, po ja ka kushtu kohën ato ku s'do të. Prandaj transmetohet se Isa alayhis salam ka thonë: "O ju njerëz, nata dhe dita. Nata dhe dita janë dy depo që ti do të më mush ato diçka. Nëse si mush me hajre me mirë, ato kanë më mush me sherr. Prandaj mushë natën dhe ditën me adhurim dhe me punë të mira, se pas i mushë me këtu ato mushën, domethënë me sherr, e kur dalin para Allahut, ato depo hapen. Edhe pastaj ti sheh çka ke bë në jetën e kësaj dynjaje. Prandaj besimtari gjithherë krahas adhurimit do të edhe me pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo gjendje,
jo vetëm kur t'jem lirë, do të thonë kur t'jem shlirë, e kur t'jem në të mira, mirë po edhe në kohë të vështira, çdo herë do të më ju kthy sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithëherë, për shkak se këtu e kemi shpëtimin. Edhe në jetën e kësaj dynjaje, edhe krejt të lashet çka i kemi në jetën e kësaj dynjaje, ku është zgjidhja dhe ku është shpëtimi? Në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo dikun tjetër. Jo dikun tjetër. Prandaj disa prej njerëzve i kanë disa të lashe dhe thojnë më ju kthy islamit për shembull është problem se biznesi sec, pa i inkomat sec smunesh. Domethënë ka bindje që do të prap mira dika tjetër, ju rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po një rrugë tjetër. Derisa Allah dhe pejgamberi thonë, një mos i bjerë asaj se ato dështimi jot, edhe në këtë dynjë edhe kur dalin para Allahut. Po rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pasaj shejtani njerëzit ta vështirësojnë, ka pas ka gojle, ose shkon dashën pa përzi pak me haram, ose e bëni punë pa përzi, edhe kështu domethënë, sa për njerëz janë rase suneti në kohën tonë është vështirë me mojt. Edhe do të më shoh pa pak se vështirë. Me mojt mjekën e vështirë. Me mojt këtë vështirë. Me mojt mi paralelisht ka këtu janë këtë let. E kundra e kësaj është vështirë është. Vështirë gazep është. Vallai gazep në dynjë kur dalin para Allahut. Gjithëra është gazep. E jo vështirë. Mi po njerëzit për shkak të epshit e tyre e bëjnë vështirë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka i ta kanë besimtarë? Besimtarët gjithë të kanë që kthehet ato çka ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Transmeton Muslimi rahimahullahu i cili thotë se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur njeriu besimtarin e godet një musibet, një fatkeqësi, një kader, një vdekje, një humbje dashurë, ose çka do të ndodhë diçka. Dhe thot robi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Besimtari thot Allah t'jem dhe ta ajkin a më këthi. Allah me ejirni fi musibeti, wa akhlif li khajren minha, o Zot, me shpërble në këtë musibet, këtë fatkeqësi që më godit, dhe ma zavënsëm diçka më të mirë. Dhe në këtë hadith, thët Ummu Seleme, radiallahu anha, kur ka vdek Ebu Seleme, i ka vdek burri Ummu Selemes, dhe thët u mërzita, dhe mu kujtu, thashe, kush është ma i mirë prej muslimave se Ebu Seleme? Kush është ma i mirë? Shpia e parë që ka po hijret, si familje, në rrugën e Allahut, mi po pasaj thët dhe e thashket, inna lillahi wa inna ilaihi, dhe në fund hadithit. Thët dhe nuk shkaj shumë, atëra, kush e kërkaj Ummu Selemen? E kërkaj Omeri, Ebu Bekri që ishin ma dleshëm se sa, Ebu Seleme. E ka kërku e që i ka qenë edhe maj mirë se Ebu Bekri dhe Omeri dhe Uthmani dhe gjithë. E ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të parë se shika ku të qanë suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në kodë vështirë nështë ato doke që vështirë. A thonë, zërmi po, praktiko se Allahu t'i qelë do rrugësha, ti as nuk e paramendën. As këse ka paramendu. Që pejgamberi sa ka me kërku për gru. Mirë po e kërkaj. E pa është tha urtësine praktikimit sunetit pejgamberi sallam, kur jam kuar në matë vështirë se qysh Allah t'i qelë rrugë. Qysh Allah t'i qelë rrugë. E ajo bo prej nana besimtarve. Nanat e besimtarve e kanë pozitën e veçantë. Gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë nanat tona. Dhe ato e kanë pozitën e veçantë. Edhe tek muslimanët deri në kiamet, por atë Allahu azza wa jall në ahiret. Pastaj gjithashtu transmeton Imam Bukhariu rahimahullah prej Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma i cili thotë: kemi dal me Omerin në Sham, kur ka qenë Omeri khalife i muslimanëve. Ka dalë në Sham. Kur kemi dalë në Sham, dhe është taku me udhëhecat e ushtrisë islame. Ebu Ubejden e disa prej ushtarëve udhëhecat muslimanëve që kanë qenë në Sham. Dhe kanë diskutuar dhe i kanë tërgu Omerit radhiyallahu anhu se në Sham ka rani pandemi. Dhe Omeri radhiyallahu anhu thot, i ka tërbu njerëzit, ensarët, muhaxherët, ka fol me ta, ka diskutu, është konsultu, çka po bëjmë, apo him, apo vazhdojmë rrugën, apo kthehemi. Edhe Omeri ka thonë po kthehemi. Derisa Abu Ubejde radhiyallahu anhu që ka qenë komandant, ka thonë apo ik
për caktimit Allahut, i ka thonë Omeri radiallahu anhu, me pason dikush tjetër jashtë teje, e kisha di qa e kisha bati. Dhe ka thonë po iki prej caktimit Allahut në caktimin Allahut. Duke fol, thot ka ardh Abdurrahman bin Aufi radiallahu anhu. Dhe i ka thonë, ata që ka ju po folni dhe po diskutoni, unë e kam dituri për to. Çfarë dituri e ti ke? E kum dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thonë, kur ka një pandemi caktu një vend, as musini e ata që janë mbrana mos dalin. Omeri tha alhamdulillah, prej Allahut azza wa jall që edhe me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u kthyn Omeri radiallahu anhu, e falenderoj Allahun subhanahu wa taala për këtë begati ose për këtë mirësi të cilën Allahu azza wa jall ja dha. Gjithashtu tregohet ka qenë njëri prej sahabëve, ja ka pasur Xhulejbib radiallahu anhu, dhe ka qenë i varfën, po edhe në pamje s'ka qenë i bukur fizionomi. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë sahabëve, a je martu? S'to më thonë që kanë qenë 3 dhe pa martu, i ka pyet, sepse ka qenë Rasulullah është kujdes për këtë sahabët, për këtë shokët e tij dhe për këtë ummetin. E i ka vetë, a je martu? E ka thonë, ditë ka thonë, jo, po ku shumë jap mua Rasulullah? Njeri i varfën, as kam krah, as kam familje, as kam pasuni, po edhe në pamje jam peshe, do më thonë, as bukurias. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ka qu në filan familjen, ose i ka thonë i trasim babës e filan vajzës. Ka thonë, apo me vajzën, ka thonë që shtë vaj Rasulullah, po kjo është kënaqësia me madhe me të vajzën. Ka thonë jo për veti. Për kanë? Për Xhulejbibin. Pastaj ka thonë, këqyrëm, e ves nanën e vajzës, e pastaj këqyrëm. Ka shku dhe ka fol me grunë e vetë. Ka thonë, po na lyj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vajzën, ka thonë, a ka një me të matman se me adhon vajzën Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë, jo për veti, po për kanë, për Xhulejbibin. Për Xhulejbibin ka thonë kur heq. S'munë me Allah Xhulejbibit, sepse dhe vajza e kanë dëgju muhabetin e prindve që apo flasin, dhe ka dalë ka thonë, pe kundërshtoni fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në ta që ka aj po dhet, ka thonë pasha Allahun, kime shku dhe kime abo për hajr, dhe one pranaj më ka gruja Xhulejbibit. Dhe s'ka fjallë. Po s'po m'pelqene, i varfne, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka thonë me majt, a ka thonë martu që të, u kryke pun. Dhe ka shku dhe e ka bo përhaj Xhulejbibit radiallahu anhu, dhe që ki Xhulejbibi, në betejën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a i gjetë krejt, ka thonë krejt i kina të bu, sepse pas betejës, do më thonë të vdekurit gjenazet, i të bënd të pejgamberi sallallahu, a i kini gjetë tonë, tha po, prapi pyti, tha po, tha edhe njësë e kini gjetë, ku është Xhulejbibi? Kanë shku dhe kanë lyp sahabet, dhe të këna gjetë Xhulejbibin radiallahu anhu, i cili kishte vra 7 dhe aj ishte afër tyre. Dhe shkoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe i tha ti je prej me dhe në prej teje, dhe ka nis me kajt për shkak të Xhulejbibit radiallahu anhu. Që kanë qenë sahabet e cilat, kur ka ardhur suneti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka të po m'pelqen e s'po m'pelqen. Ato vetëm është udhëzim dhe me pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besimtarët e kanë vetëm me vërtetu, sikurse ka ardhur Abu Bekr radiallahu anhu kur i kanë thonë njerëzit mushrikët se ai shoku juv, shoku jot. Dhe ka herë subhanallahu, kjo traditë vazhdon edhe sot deri në kiamet. O njerëzit mënohen përmes fesë me të shit dyshime. Ai sa është musliman, po përmes fesë mënohet dyshime me të shit. Ose dikush e merr një hadith dhe mënohet me na shit dyshime se çka ka thonë ai pejgamberi ju. Kështu i kanë thonë edhe Abu Bekrit. Ai pejgamberi jot, që pretendon se është pejgamber, po thet pram natën, një pjesë shkurt natës, ka shku në Kuds, pe Kuds si ka shku te Allahu, ka fol me Allahun, e ka zbrit mbrena natës. Që ka thonë Abu Bekri? Ka thonë, a ka thonë ai çështu? Nëse ka thonë çështu, kryej pun. Nëse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u kryej pun, çashtu është, çysh ka thonë? Prandaj edhe neve ku mënohen përmes sunetit, ose përmes Kur'anit, ose përmes mënohen dyshime me nashti, se në shekullin e kaq, ai pejgamberi ju ka thonë me pi
urinën e devës për shembull për disa sëmundje të caktuara e kështu me radhë, dhe mundon na shtit dyshime. A ka thënë pejgamberi sa po? A është sahi që ka thënë çdo po hak është kjo që ka thënë. Dhe çashtu është, dhe s'ka pik dyshimi. Edhe çdo sa tjetër çka ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj transmetohet Talha bin Ubaydillah al-Baghdadi thot jam shoqëruar me Imam Ahmedin rahimahullahu taala. Dhe thot kemi shkuar në udhtim, imi hyp nania dhe ai heshte shumë. Imam Ahmedi ka hirë shumë. Thot kur folke thoshte o Allah na mundson me vdek në Islam dhe në Sunet. Na mundson me vdek në Islam dhe na mundson me vdek në Sunet. Imam Ahmedi, imami i Sunetit, ai cili e ka sakrifikuar veten për këtë din. E ka hap. Dhe dinë do hon fitnën e sprovën e borgë për i fjalë. Veç ka thonë, Kurani është fjala e Allahut, nuk ka është e krijuar, fjala e Allahut azza wa jall. Prandaj Allah azza wa jall e ka lënë këtë imam deri në kiamet mu përmend për shkak të dijes së imanit të sakrificës dhe kështu me radhë. Thëto Allah na mundson me vdek në Islam dhe në Sunet. Prandaj një transmetim tjetër, thotë o shpyet Imam Ahmedi se nëse dikush vdes në Islam dhe në Sunet, a ka vdek në hajr? Ka thënë në hajr. Po s'ka më mirë sa me vdek çështë Allah. S'ka më mirë. Ka vdek domethënë musliman dhe ka vdek në rrugën e pejgamberit në Sunet, a ka vdekje më mirë se kjo? S'ka vdekje më mirë se kjo. Prandaj secili do të më pretendojë dhe me lut Allahun azza wa jall që Allah më na mësu me bani vdekje të tillë. Dhe për fund gjithashtu tregohet se njëri prej dietarëve ton, Sheikh Uthaymeen rahimahullahu taala, e dini se në fund të kohës ose para se me vdek është sprovu. Është sprovu me një sprov. Me një smundje. Kancerin e ka pas. Derisa tregojnë se atë që ka lodh kanceri, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ka ardhur 40 kg. 40 kg apo njëri. E ka lodh. Dhe i kanë thonë Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ka thonë për të dhojmë një barë, një ilaç, mi po që ki ilaç që të dhojmë na, dhe hokime që a i kitë binë, për shkak të, dhe të bjenë edhe mjekra. Ka thonë Sheikh Uthaymeen i korë, Allah i kam tërë për më vjen me dalë para Allahut, pa mjekër. Me përdojnë një ilaç, më mëron mjekra, e më vjen vdekja, e dalë para Allahut azza wa jall, jo me Sunet, më vjen marë tërë më vjen. Dhe e ka refuzu ilaçin për shkak të Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka thënë? Po kimë vdek, po krejt na me vdek Allah, krejt na me vdek. Mirë po, vdeq në ato që ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe vdeq në ato që kanë qenë sahabët e pejgamberit. Që kjo është ajo vdekje që do të secili prej nesh me sunu me vdek, dhe kjo është vdekja më e mirë kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Allah ne lutem që të na mundsoj me jetu me Islam dhe me jetu me Sunet dhe me vdek dhe me dal para Allahut azza wa jall. Mi po për me pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Sunetin, do të me ditë një që do të me mësu Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do të me mësu rrugën e tina. E kjo është më rëndësi. Me pas dije. Për shkak se sot fatkeqësisht një pjesë e madhe e njerëzve, muslimanëve, xhamatit, domethënë i din emrat e filanit e halanit e njerëzve të ndryshëm që janë musliman, ndërsa kur të kthehëm dhe i vesëm ose na vesën jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetën e tina, çka ka bëj? Atëherë ku jem na? Ku jem na për shkak? Secila e pyet veten e vet. Sa ne din nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kur e mësojmë jetën e tina, e mësojmë çu ka flajt, çu është shupe gjumi, çu ka hangur, çu ka pi, çu ka dal prej shtëpisë, çu është në xhami, çu është në luftë, çu është si udhëhec, çu është si me njerëzit, çu me fëmijë, me gra, me kret, atëra e pason pejgamberi sa. Kurse dim, s'mundesh të më pasu, se s'pedina. Prandaj më mësoj jetën e tij. Për shkak se kanë thonë ulemoja, nuk ka njerin në sipërfaqen e tokës që Allahu ja ka rujt kret jetën, çdo element jetës që ka pas përveç se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. S'ka njeri tjetër këtë dynjë. S'mundesh me gjet. E gjon është, për shembull, as pejgamber, e gjon sa i ka qenë çështë dhe çështë mi po, për shkak kur të qesh në shpinën e tina nuk e dim çka ka bëu për shembull Isa alayhis salam ose filan pejgamberi. Prandaj Allahu azza wa jall e ka bërë shëmbëltyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe na ka rujt jetën e tij në hollësi.
që çdo hollësi e dina nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ru? Për shkak që na kalon që na me marr shembull, ato. Prandaj nga mos me zgjat më shumë, nga libra që kanë thonë dietarët, ka thonë prej librave më të mira, sa që Sheikh Bin Bazi rahimullah ka thonë, këtë libër njëri do të më shtin në jasak. Në jasak më shtin. Po jo është me lanë në jasak, po me lexu. Do të çfarë të bish me flajt, ka thonë lexon çdo ditë, ka pak. Një faqe 2 sot më. Cila kjo? Zadul Ma'ad. Libra Ibn Qayyimit rahimullah, që është të në shqip, ku ato Ibn Qayyim rahimullah e ka sjell jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hallësisht, ato ka dhe sire, histori, edhe fik, edhe akide, këtë i ka përmbledh, pro prej librave që e kanë lavdru dietarët, ka thonë, kjo është libra që njëri do të me jetu me ta, dhe pastaj me zbatu. E mësën, sikur se thamë, qysh ka jetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ashtu munu edhe na u thonë me pasu rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, prandaj sikur se ka thonë njëri prej poetëve, ka thonë mos mushëm u bë si sahabët. S'mund të bëj. Kanë spaku më ju përngjau atyre. S'po mund u ose Abu Bekri, më ju përngjau atyre. Më ju përngjau sahabëve. Pasim në rrugës së pejgamberit sa. S'mundom se ta mi pa, spaku më ju përngjau, prandaj kur dalën para Allahut më zot na ina munu. Prandaj njëri prej tabeve ka thonë mos mendojnë sahabët. Se në ditën e Kiametit kanë me pas pejgamberin me çata. Ka thonë vallahi kina më ngushtuar ata. Kina më ngushtuar çka? Mu kanë afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E që është me ngushtuna, që është me ngushtu sahabët, i ka rej kanë, ka thonë, ka thonë, sepse në këtë garë janë njerëzit e mdhaj, është Abu Bekr, Omer, Uthmani, sahabët, prandaj janë garë që kur dalin para Allahut ditë Kiametit, për më ka afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do më kanë rrugën e tina, më kanë afër ti. E ato sigur se cekum, do më thonë me mira dhe miliona njerëz të cilët kanë punu që më kanë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj njëri prej sahabëve një ditë prej ditësh ja nisi me kajt. E erdhi pejgamberi alayhi salatu wasallam. Çka po kanti? Ka thonë ja Rasulullah, po kaj për shkak se kam një hall. Çfarë halli kiti që po kam? Ka thonë, kështë menut dynjan. Edhe s'po të shumë një ditë, 2 ditë për na merr malli. E ka marr mallin sahabët. Nëse kanë pa një ditë Rasulullahin, e ka marr mallin për mallu, sepse janë mësuar pa Rasulullahin dhe më fal masi me najtë, më kënaq me ta. Sahabët, nërsa na si këna po kor me symi, po shpresoj me taku një ditë dhe mos më da prej ti kor. E pasaj pejgamberi s.a.s. nuk e ngushtaj mi, po e ngushtaj Zoti tina, Allahu azza wa jall zbriti ayat, wa ma yuti Allaha wa rasul, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ai cili i bindet Allahut dhe pejgamberit s.a.s. ai do të jetë me an-nabiyyin, me të dërguarit, ai me ta ka me qenë ahiret. Prandaj se dojmë kom me ta, mi u bind dhe me pasu rrugën e tina me pejgamberët, siddiqin, me njerëzit që kanë qenë të vërtet, kryetyre Ebu Bekr radiallahu anhu, wa shuhada, me shahidat, kryetyre Hamza radiallahu anhu, sayyidu shuhada, zotria i shahidav, wa salihin, dhe njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafiqa, a ka shoqërim më të mirë se këta? S'ka vallahi. Me shku me najt me këta burrat ndaj, s'ka shoqërim më të mirë. Prandaj për më kanë afër tyre, Allah na bëj për atyre që i bindemi në shtrong dhe pasojmë rrugën e pejgamberit sa son dhe shokëve të tij. Allah e shpërbleft, Allah dhe më të mirë, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.